Përshëndetje, jetojmë në një epokë ku lehtësisht në rrjetet sociale mund të publikohet gjithçka pas një filtr. Pas një filtr është edhe videoja 8 skandaloze e një dhune barbare, nuk e di, një lloj kafshërie, e një lloj goditje në masën ekstreme që dy të mitura ja kanë bërë bashkëmoshatarës së tyre, edhe një person tjetër që filmon edhe me një gjuhë rrugaçe, me një gjuhë ordinere, pika, shprehet, filmon e qetë, por mos së shumti, ajo që është rëndice, është dhunat njerëzore, që dy vajza të mitura, që duhet të jenë shoqe me njëra tjetrën, e bëjnë në ambientet e një shtëpie dhe ngjarja ka ndodhur para një muaji në Fier, edhe pse organet kompetente nuk kanë folur, por sot kjo videoja është bërë virale në rrjetet sociale, ka me mira komente, ka me mira njerëz që ndoshta e kanë tejkaluar edhe reagimin që nëse do ta shikosh videon, unë kam preferuar të mos e vë në sfond pas meje, pasi mendoj që media më shumë duhet të bëhet zë i të trajtorit të problemeve se sa të shtoj, le të themi, dozën e ankthit apo të rikthej vajzës së dhunuar të njëjtat ndjesi që ka marrë kur është dhunuar në mënyrën. Në jetën time nuk kam parë një video më të tmerrshme, më të frikshme dhe më të njerëzore. Nuk e di ku e kanë gjetur të gjitha atë nerv, apo ka të bëjë me diçka që nuk shikohet dhe nuk po tregohet nga organet kompetente, edhe pse lexova tek një kolege që kishte ndarë një foto duke thënë që vajzat nuk janë mirë në shëndetin mendor. Lexova tek një kolege që kishte shpërndarë një informacion që njëra prej vajzave është e shtruar, dy të tjerat po ndiqen, ndërsa për vajzën e dhunuar nuk ka informacione. Pra, po arrim në një pikë ku një dhunë e këtij niveli të frikshëm që është shpërndarë dhe nga personazhe publik duke u shprehur të tronditur me aktin e tmerrshëm që ata kanë parë, por më së shumti ka disa pikë pyetje që duhet t'i japin zë institucionet, por edhe familjarët. Si është mundur që në një ambient shtëpie një e mitur të dhunohet në mënyrën më të pakufishme dhe në mënyrë më të njerëzore? Si ka mundësi që komshinët nuk kanë dëgjuar ulërimat e vajzës? Si ka mundësi që vajzat ku e kanë marrë këtë shembull dhe ku e kanë marrë këto goditje të tjetrës? Nuk besoj që kanë probleme të shëndetit mendor, se duken qartësisht shumë evidente që janë mirë, mund të kenë probleme se është anormale një sjellje e tij, por jo që nuk kanë qenë të vetëdijshme, si i dhurojnë dhe webin vajzës që ka filmuar videon, e godasin në mënyrë barbare, duke mos u mjaftuar. Nuk e di a do të ketë video të tjera të kësaj dhune që ka vazhduar, por ajo që lexoj në komente është shqetësuese dhe reagimi i qytetarëve ku kalojnë në një lloj ekstremi, ku kërkojnë varje të vajzave, ku kërkojnë masa që nuk janë në shëndetin atyre që ne duhet të përcjellim dhe duhet të japim mendimin ton. Pa diskutim që është një ngjarje të rënd, duhet të vë alarm çdo institucion se ku po shkon ky brez me këtë lloj egërsie të qasjes se njëra tjetrës janë vajza drejt që ta haj, në vend që të jenë shoqe me njëra tjetrën, e dhunojnë me pyetjen pse e ke puthur të dashin. Pra, vajza minorene që rrajnë tjetrën gati në një torturë njerëzore që besoj i ka lënë një traumë që do ta shoqërojë gjithë jetën, jo vetëm atë, por edhe familjarët, edhe ata njerëz që e kanë parë këtë video. Ky është alarmi real që ka shoqëria jonë, jo shqetësimet që ndoshta nuk janë të këtij niveli, por që po marrin zë, po marrin vëmendje dhe po marrin britma nga populli. Kjo është britma e vërtet, kjo është plaga e shoqërisë. Të rinjt, vajza, ku po shkojnë, ku e kanë marrë këtë drejtësjedhje kaq rrugaçe, kaq ordinere, a nuk po edukohen në familje, a nuk po edukohen në shkollë? Pse po shkojnë në shkollë? Familja ku është? Shoqëria? Pra, është një trekëndësh që është thyer prej kohësh, por me këtë situatë pa diskutim jemi në një lloj alarmi, të një lloj ndërgjegje që duhet për të çuar te ky brez i ri që
fatmirësisht nuk janë të gjithë, po fatkeqësisht po ushqehet kjo fryma e bullizimit, kjo fryma e goditjes, kjo fryma e përqeshjes, kjo fryma e të miturave vajza gangstere. Po ju s'keni byth që t'jeni gangstere. Si mundeni që të kaloni në të tilla faza, është e tmerrshme, prandaj i bëj apel edhe personave që janë të përshtatshëm për të trajtuar dhe për të dhënë mendime për këto situata, në vend që të flitet lart e poshtë për yjet e showbizit, të jipen më shumë vëmendje situatës së tillë dhe situatës të ngjashme që besoj ka plag kudo nëpër Shqipëri, ndoshta në zona më të thella është më e rëndë situata se në metropole, ndoshta institucionet funksionojnë më mirë, apeli por edhe kontrolli që prindrit duhet t'i bëjnë fëmijëve duhet jetë më i rrept dhe nuk duhet të tolerohen veprime të tilla, nuk duhen të tolerohen qasje që nuk i përket njeriut në fund të ditës pa përcaktim gjinie, pa përcaktim moshe. Ajo që pash unë atë video është një torturë e frikshme në 2026 nga vajza minorene, që njëra e kapte nga flokët nga njëra tjetra e shkulte, pra nuk ndjeni një dëmshuri, po ndjeni kënaqësi të një dhune barbare, mizore, çnjerëzore që uroj të jetë ky rast i fundit, që edhe mediat e raportojnë, edhe portalet e kanë hedhur në mënyrë shablon videon duke shkaktuar dhe një herë tjetër plak tek ata që e kanë vojtur në kurriz këtë ngjarje, por edhe duke e dhënë një lloj shembulli se ne e dim që ka dhe momente, ka dhe grup mosha, por ka dhe individ që ndoshta frymëzohen e them me keqardhje këtë fjalë, por që frymëzohen nga ajo që shikojnë edhe duan ta përsërisin. Prandaj them që alarmi është i madh. Në vend që të merakosemi a ra apo nuk ra kryeministri, duhet të merakosemi për këtë gjë që është jeta, që luftojnë të gjithë për fëmijët, ku po edukojmë, ku po shkojmë. Për mua është e pa imagjinueshme vajza kaq të vogla me një forcë fizike që e tregoni tek bashkëmoshatari e tyre duke e dhunuar, duke ndjer një lloj epshi, duke ndjer gjakun, nuk e di, nuk gjej, besoj që njerëzit e përshtatshëm për këto situata duhet të flasin, duhet të kemi një lloj ndërgjegjësimi për këtë brez që po rritet, edhe nuk duhet kthyer si një lloj, le të themi, manjakërie që ti izolojmë fëmijët, ti heqim nga rrjetet sociale, ti heqim nga ato, jo, në mënyrë graduale dhe në mënyrë të shëndetshme, besoj që çdo e mirë arrihet me mund edhe me kohë për të evidentuar, për të mos pasur situata të tilla, pasi është e paimagjinueshme që në vitin 2026 ne të shikojmë një brez të ri që dhunon në mënyrë kaq shumë të frikshme, kaq pa mëshirë. Nuk dua të bëhemi përsëritshëm dhe nuk dua të tregoj imazhet që janë të llatarshme, janë çnjerëzore, por për t'ju bashkuar një apeli, ju ftoj të gjithëve të ngrejmë zërin për të folur, për të analizuar, për të gjetur zgjidhje, për të pasur një brez më të shëndetshëm, për të pasur një brez larg dhunës, larg veseve, larg këtyre problemeve kaq shumë të thella dhe kaq shumë të mëdha që ka ky brez që nuk po din ku po shkon, që dhunën, që rrajen, që bullizimin e kanë si një formë kënaqësie, e kanë si një formë edhe për ta demonstruar, për ta filmuar, për ta shpërndar. Ja u shpërnda, është bërë virale kjo video, do të komentohet gjerësisht, figurat publike do ta shpërndajnë. Për sa plag, sa dhimbje, sa pasoja lë kjo video që shpërndahet edhe ngelet përjetësisht në internet, sa pafundësisht, jo vetëm që shkatrohet e mitura që është në video, shkatrohet familja, shkatrohet njerëzit që janë afër kësaj dhune, që e kanë përjetuar, që e kanë mësuar. Besoj që ka ardhur momenti që ndoshta jo për ta bërë siç e bëri qeveria për ta mbyllur TikTokun, por për të dhënë edhe një lloj ndërgjegjësimi edhe për portalet, të jenë të kujdesshme edhe për faqet online në Instagram, në rrjetet sociale, jo çdo gjë duhet të tregohet,
Okej, disa mund të thonë që nëse nuk do të ishin këto portale, këto rrjete sociale, ne nuk do të ishim në dieni të kësaj dhune në mënyrë të njerëzore. Besoj që ka filtra, ka mënyra për të treguar dhe për të reaguar, për të raportuar, për të denoncuar një ngjarje, për ta bërë atë një temë kombëtare, për ta trajtuar dhe për ta vënë ujin në zjarr dhe e gjithë masa të reagojë, që të mos kemi të tilla shqetësime, të mos kemi të tilla ngjarje kaq shumë të frikshme dhe kaq shumë jo njerëzore. Besoj që kjo është padyshim një alarm dhe një moment ku të gjithë duhet të flasim. Do doja të dia mendimin tuaj jo të atyre mendimeve që shkojnë në ekstrem, që e ka përcejnë dhunën që vajzat kanë bërë ndaj bashkëmoshatarës së tyre, siç u shpreh, kam lexuar pafundësisht komente të frikshme që shkojnë në varje të vajzave, që shkojnë në masa ekstreme kundër jetës. Besoj që gjëja që është e kalbur, nëse e heq pjesët, del thelbi mirë dhe çdo njeri duhet të trajtohet për cilët veten e tij. Besoj që çdo njeri duhet të trajtohet për cilët veten e tij më të mirë dhe po flasim për një brez që është i etur për gjëra dhe po flasim për një brez që është i etur për të marrë gjëra luksi, për të shkuar shumë shpejt tek një jetë që ndoshta nuk e përballojnë dot, për të kaluar nga një shkallë në shkallën e 10, duke mos ia ndier lodhjen punës, po duke i marrë të gjitha të mirat materiale, qoftë edhe nga familja, por qoftë edhe nga mënyra të ndryshme. Pra, nuk është vetëm një problem, janë një sër problemesh që e qarkullojnë edhe bashkëjetojnë me këtë brezin e ri që e kanë shumë të brenda vetes këtë pjesën të qenurit, qoftë edhe personazhe publik, fytyra publike, pra bëjnë gjithçka në rrjetet sociale për të marrë atë vëmendje, për ta vjedhur, qoftë edhe me dhunë, qoftë edhe me veprime barbare, dhe kjo gjë është padyshim për mua një alarm. Duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube, për e rëndësishmja është që të bëhemi të gjithë një, të t'i japim më të mirën këtij brezi që ka treguar që është i zgjuar, ka treguar që jemi një racë shumë e mirë, por që po cedojmë në disa pjesë dhe në disa hallka e adoleshentëve që duhet të përgatitemi dhe duhet t'i edukojmë dhe duhet të kenë një jetë normale dhe jo gangsta lifestyle të minoreneve që vendin e kanë ndoshta edhe për të punuar do një punë, për të kuptuar thelbin dhe për të kuptuar sa e rëndësishme dhe sa e lodhshme është që të nxjerrësh lekun vet dhe jo të kthehen në ordinere, në rrahje, apo dhe fatkeqësisht kemi edhe pasur raste ku i kemi komentuar edhe në vdekje.